93 vjeç ndahet nga gruaja. Kam një tjetër, dua të rindërtoj jetën time me të. Ai është 93 vjeç, ndërsa ajo 86, por pavarësisht moshës, nuk është asnjëherë vonë për të filluar nga e para. Kështu duhet të ketë menduar një pensionist nga Areco Italis, i cili vendosi që të ndahej nga bashkëshortja e tij 7 vite më e re se ai. Siç ndodh në shumë martesa, edhe në këtë rast ka hyrë në skenë një person i tretë, një zonjë pak a shumë e moshës së çiftit. Sipas mediave italiane, 93 vjeçari e ka njohur atë në një klub nate dhe është dashuruar marrëzisht me të. Ndërkohë bashkëshortja e tij nuk e ka marrë pak mirë. Në fillim 86 vjeçaria nuk ka pranuar që të ndahet nga i shoqi në mënyrë konsensuale, por ajo ka mbetur e habitur nga ajo që po i ndodhte në pleqëri. Por më vonë, pasi është nënshtruar pensionit të ish-partnerit, ka pranuar të divorcohet. Të njëjtën e shkuar në gjykatë u mor vendimi përbashkët që të jepnin fund martesës së tyre të gjatë, që në fillim 93 vjeçari ka qenë i vendosur për ndarjen nga gruaja e tij. Dua lirinë time, dua të rindërtoj jetën time, i ka thënë ai avokatit të tij, kur ka shkuar në studion e tij për të nisur procedurat për divorc. Madje edhe tentativat e fëmijëve të tyre kanë qenë të kota pasi moshuari ka qenë shumë i sigurt për ndarjen nga 86 vjeçaria. Ai donte me çdo kusht që të ishte i lirë për të jetuar historinë e tij të re të dashurisë me një grua tjetër. Në Itali shkruajnë se ata janë njohur disa muaj përpara se Italia të mbyllej për shkak të pandemisë së koronavirusit, dhe mes një kërcimi dhe një loje me letra, ata të dy janë dashuruar marrëzisht, aq sa vendosën që të jetonin së bashku.